i Shpangën dhe do nis nga fundi, sepse kjo e Spakut ka dy pjesë. Ka pjesën pozitive, që i takon Spakut, ka pjesën e shëmtuar që i takon zëdhënësve të vetë ofruar të Spakut. Pjesa pozitive është pjesa e hetimit mbi origjinën e një pasurie. Për sa kohë ky është një problem i ngritur, me të drejtë apo pa të drejtë, këtë nuk e dim, por i ngritur dhe pastaj i shumë përfolur, aq më tepër për sa kohë kjo përfolje lidhet me një hetim të nisur për sa i takon subjektit, është shumë pozitive që Spaku ta hetoi origjinën e kësaj prone. Është e mirë se ardhur dhe unë e nxis këtë hetim. Nga ana tjetër, pjesa e shëmtuar është ajo e zëdhënësve të vetë ofruar, të cilët ndajnë me opinionin publik gjysmën vërteta që janë edhe gënjeshtrat më të mëdha. Pasi investitorët, të cilët sot janë zotërusit e pronës, bazuar në legjislacionin shqiptar, duke ndjekur të gjitha procedurat që parashikon legjislacioni shqiptar, janë investitorë me një reputacion të padiskutueshëm, burimet financiare të cilëve për të përcjell pagesën tek zotërusit e pronës, se nuk është janë disa zotërus pronës sipas titujve të pronësisë, se atyre referohemi, janë investiguar si të gjithë rastet e tjera, por në këtë rast edhe më imësisht nga agjencia jonë e pastrimit parave, që nuk është një agjenci që vepron si një ishull, por është një agjenci që vepron në koordinim me partnerët ndërkombëtar dhe kanë rezultuar totalisht legale dhe të ardhura nga institucione financiare me reputacion global, kështu që kjo çështje, siç është me dy pamje, duhet ndarë në dy pjesë. Investitorët janë tërësisht në drejtën e tyre, bllokimi i transaksionit nga ana e tyre është tërësisht arbitrar dhe negativ, ndërkohë që pastaj bllokimi i kalimit të parave tek pronari, për të cilin ka dyshime, është një çështje absolutisht në të drejtën e organit hetimor. Dhe madje, unë e konsideroj këtë pozitive edhe për një aspekt tjetër. Sepse në këtë rast, investimi vazhdon, me pronarët e vetë të rinj dhe të ligjshëm, dhe në rast se hetimi nxjerr një tjetër origjinë prone, ata që e pretendojnë apo që kanë të drejtën asaj prone, fare mirë mund të marrin ato para dhe të gjitha palët janë të lumtura, përveç palës që ka mashtruar, në rast se ka mashtruar, po këtë dhe tregon hetimi. Kështu që do t'i bëja thirrje edhe një herë zëdhënësve të vetë ofruar që të mendohen disa herë përpara se të shkruajnë gjysmën vërteta, sepse në këtë rast nuk cënojnë thjesht disa investitorë, cënojnë Shqipërinë. Cënojnë Shqipërinë, pasi dihet se kush janë investitorët, të cilët janë njerëz me reputacion dhe mbi të gjitha njëri prej tyre është njeri që për arsye krejt të tjera shikohet nga gjysma
e mediave në vendin e tij dhe në vende të tjera si armik i palës tjetër. Kështu që është shumë e rëndësishme që ne të jemi mikpritës, ne të jemi të drejtë dhe ne të mos marrim në asnjë mënyrë damkën e një vendi ku investitorët priten me këmbë të para. Kjo është një anë. Ana tjetër është nuk ka asnjë shans që investimi të ndalojë sa kohë do jem këtu. Dhe ndërkohë, unë jam absolutisht i hapur, siç kam qenë edhe në rastet e tjera, për të diskutuar me çdo që ka pretendime. Por, mbi të gjitha duhet të sqarojmë për çfarë janë pretendimet. Sepse nëse pretendimi është për pronën, siç folëm, çështja e pronës, fal ndërhyrjes së SPAK-ut, është një çështje që ka rrugën e vet dhe fare mirë mund të çojë në një zgjidhje ideale për faktin se ato para mund të shërbejnë për të dëmshpërblyer pronarët. Ndërkohë që të tjerët janë pronarë sot dhe janë pronarë bazuar në letrat e shtetit shqiptar, letrat cilat i përkasin viteve 90 nga Komisioni i Kthimit të Pronave etj. Ndërkohë ka problem me projektin. Çudi e madhe se s'ka projekt. Ka vetëm një koncept i cili, siç e shpjegova dje, është miratuar dhe është shoqëruar me shumë kushte për projektin që pritet vijë. Ka probleme me impaktin mjedisor. Çudi se kemi studimin mjedisor akoma, i cili do të vijë dhe po kryet nga një nga konsulencat më të mëdha ndërkombëtare me reputacion botror. Ka problem, siç thoshin disa, që ne nuk na duhen të huajt. Dhe ishte e çuditshme se nga një anë thoshin nuk duhen të huajt, nga ana tjetër bërtisin poshtë komunizmit. Tani duhet o njëra o tjetra. Nëse poshtë komunizmi duhet të vinë të huajt, nëse nuk vinë të huajt, rroft komunizmi. Por duhet ta mbyll me një pjesë që për mua është pjesë e rëndësishme, e atyre që bëjnë një pyetje. Ç'na duhen ne këto zhvillime kur ne nuk i aksesojmë dot, pasi janë për të pasurit. Është një pyetje e drejtë në dukje, por është një pyetje e gabuar në thelb. Sepse ekonomitë serioze dhe rëndet që tek turizmi kanë një nga burimet kryesore në mos kryesorin të të ardhurat tyre, nuk maten me kush fle në dhomë. Po maten me sa para hyn në ekonomi dhe si shpërndahen ato në paga, në pensione, në biznese, në shërbime publike. Dhe shembulli është shumë i thjeshtë. 1000 turist që harxojnë 100 euro në ditë, njëkohësisht janë 1000 konsumatorë që sjellin një ngarkesë caktuar mbi trafikun, mbi shërbimin e pastrimit dhe kështu me radhë. Ndërsa 1000 turist që harxojnë 100.000 euro në ditë janë diçka, më falni, në total 1000 janë, nga 100 janë 100.000 euro në ditë, se unë ngatrova. Pra, kemi 100.000 euro në ditë nga 1000 veta, ndërkohë që kemi gjitha të ngarkesë. Ndërkohë që 100 turist që harxojnë nga 2000 euro në ditë, janë 100 vetë që sjellin 200.000 euro. Dhe 10 herë më pak ngarkesë, 2 herë më shumë të ardhura, më pak beton, patjetër, më pak mbeturina, më pak presion mbi natyrën. Ky është modeli që ndjekin vendet të cilat e kanë kapërcyer epokën e turizmit masiv dhe të cilat sot që flasim, problemin kryesor kanë si ta ulin presionin
e numrave dhe të rrisin të ardhurat. Tani, kam sjellë sot një shembull, Kosta Navarino në Greqi, që u kundërshtua e u bë copash. Ka gjeneruar 3.5 miliard euro ndikim në atë rajon. Mbi 11.000 vende pune, direkte dhe indirekte. Dhe kini parasysh një gjë, është llogari e bërë për çdo 1 euro të shpenzuar brenda një rezorti, gjenerohen 1.6 deri në 2 euro jashtë atij rezorti. Në ekonominë për rreth. Janë 60% e furnizimeve në Kosta Navarino që i bëjnë produsit vendas, që janë aty rreth rrotull. Dhe natyrisht që shumica e popullit grek nuk shkon të flejë në Kosta Navarino, kjo është normale. Por mira grek të zakonshëm jetojnë prej Kosta Navarinos dhe ndërkohë populli grek përfiton nga të ardhurat që sjell Kosta Navarino. Ka shumë të tjera, por turizmi në Maldive gjeneron 40% të prodhimit përgjithshëm kombëtar, nga të cilat 25% që janë ekonomia e atij vendi vinë nga rezortet luksoze. Dhe një studim i bërë nga FMN-ja ka treguar se një natë në rezort gjeneron shumë herë më tepër vlerë ekonomike për komunitetin se sa 1.000 net në Kostotullet. Kështu që duke e mbyllur, me që të shkojmë dhe në Maltëzi me presidentin, I am sorry but it's hot topic, me që të shkojmë në Maltëzi me presidentin, është vendi më i vogël i rajonit. Është nisur në të njëjtin start me të gjithë vendet e tjera të Jugosllavisë. Prej vitesh ka pagat më të larta në rajon. Turizmi në Maltëzi mbështet 1 në çdo 4 vende pune. Dhe FMN-ja thot, rritja e numrit të turistëve në mënyrë të përvitshme është arsyeja kryesore e rritjes ekonomike të Malit të Zi dhe e rënies papunësisë në nivele historike. Dhe natyrisht që Mali i Zi këtë sukses e ka nga turizmi i luksit. E ka nga hotelet, e ka nga rezortet ku nuk shkojnë malazezët e zakonshëm, po prej të cilave malazezët e zakonshëm kanë paga më të larta, kanë pensione më të larta dhe kanë shumë më tepër mundësi për të hapur biznese dhe për të rritur biznese lokale rreth e rrotull. Kështu që kur një turist paguan 100 euro në ditë, diçka fitojnë ata cilët e mikpresin dhe i shërbejnë. Po kur një turist paguan 2.000 euro në natë, atëherë fitojnë kuzhinieri, fitojnë shoferët, fitojnë peshkatarët, fitojnë fermerët, fitojnë ndërtuesi, fitojnë bizneset lokale rreth e rrotull dhe në fund fiton pensionisti, sepse janë të ardhura të cilat vinë në ekonomi. Pse nuk ngrihen njerëzit të thonë që pse na duhet në aeroporti kur ne s'kemi aviona? Po porti për çfarë na duhet kur ne s'kemi anije? Po fabrika e makinave për çfarë duhet se unë nuk kam mundësi të blej makinë? Sepse e dim që vlera e gjitha këtyre nuk vjen nga përdorimi personal. Këto janë gjëra thjeshta, por janë gjëra që meritojnë të diskutohen, pyetjet janë legjitime, edhe ata që thonë ç'na duhet e tjerë kanë të drejtën e tyre. Kështu që investimi nuk ndalet, por natyrisht unë jam shumë i hapur, siç kam qenë edhe në rastet e tjera që u përmendët, të flas. Kush do të flasi? Ju kujtohet ajo kur do flasim? Studentët folën dhe kanë përfituar paktin për universitetin dhe që vazhdojnë sot efektet pozitive mbi studentët për konviktet, për kushtet, për laboratorët, për investimet e tjera, kampusit e kështu me radhë, falë atyre studentëve që protestuan atëherë. Ndërsa
teoria ndalu ti se jemi ne, me mua nuk ka funksionuar, nuk funksionon dhe nuk do funksionoj për sa kohë unë jam këtu me votat e shumicës së shqiptarëve. Dhe kush thot ne jemi populli, duhet të mendohet mirë, sepse populli është ai që flet ditën e zgjedhjeve. Ne të tjerët jemi të gjithë individ, na bashkon një kauzë, na bashkon një interes, na bashkojnë këngët, na bashkon nevoja për thirrur në korr Edi Rama TQR, por populli është diçka tjetër. Faleminderit. Fiorella Beleshi Adycenen, pyetja ime është për presidentin e Këshillit. Në fillim të konferencës, kryeministri Rama tha që nuk kemi asnjë problem me Bashkimin Evropian, jemi 100% dakord. Dhe ju nuk e kundërshtuat. Gjithashtu folet për një momentum për Ballkanin Perëndimor. Por sa herë ka një momentum për Ballkanin Perëndimor, gjithmonë Brukseli ka diskutime dhe përfshin diskutime, herë për reformimin e zgjerimit dhe herë për ndonjë vend të caktuar. Tashmë jemi në fazën ku kancelari gjerman ka bërë një propozim dhe ka shkruar një letër juve dhe gjitha vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Ka diskutime. Pyetja ime është në çfarë faze janë diskutimet dhe nëse pranohet që Ukraina të kalojë një pjesë dhe të bëhet anëtar i Bashkimit Evropian, ndërkohë Ballkani Perëndimor të qëndrojë në atë pistën me kushte dhe detyra, a vritet procesi i bazuar në merit dhe Ballkani Perëndimor i mbetet vetëm momentumi dhe dashuria për Bashkimin Evropian? Faleminderit. Well, the enlargement to the Western Balkans, as like the enlargement to Ukraine and Moldova, are a main geopolitical priority for the European Union. Of course, we can always improve the process, but now we need to focus on deliver what we are doing. The proposal from Chancellor Merz, the main goal is to create a solution to accommodate in the building of the European Union, Ukraine, because a lot of people believe that it will take more time than we can anticipate this integration of Ukraine. Mund të presim ne për Ukrainën. Unë jam më optimist për këtë, por në lidhje me vendet e Ballkanit Perëndimore, në veçanti për vende si Mali, Zia, për Shqipëria, unë mendoj që ne mund të punojmë qartazi, sepse jemi në rrugën e duhur. Ne tashmë kemi krijuar grupin e punës për të filluar përfilimin e traktatit të antarësimit për Malin e Zi dhe tashmë 35 kapituj janë hapur për negociata me Shqipërinë. Dhe tashmë, unë mendoj që kemi kushtet për të filluar mbylljen e disa kapitujve, për shembull dje Komisioni i ka sjell Këshillit propozime për mbylljen e 3 kapitujve. Pra, po ecet përpara, ne po ecim përpara dhe këtu duhet përqendrohemi, të fokusohemi te kjo pikë. Sigurisht që Shqipëria ka një objektiv shumë ambicioz dhe ne ndajmë ambicien tuaj, pra dhe këtë dëshirë tuajën për fundimin e negociatave deri në fund të vitit 2027. Jemi tashmë në qershor 2026 dhe kemi edhe një vit e gjysmë përpara, që do të thotë që ne duhet vazhdojmë të punojmë fort dhe të tregojmë rezultate hap pas hapi për çështje të ndryshme dhe është e mundur. A është e vështirë? Po. Po është e mundur? Po. Pra duhet punojmë pikërisht për këtë çështje. Faleminderit. Excel Asheu, Euronews Albania, pyetja ime është për ju, zoti Rama. Kapitulli për mjedisin është konsideruar më sfiduesi në procesin e integrimit europian. Në këto kushte, investimi që do të kryhet në zonën e Zvërnecit, a do të jetë në përputhje me standardet e Bashkimit Evropian për mbrojtjen e mjedisit, duke patur parasysh se zona është peizazh i mbrojtur kategoria e 5. Faleminderit. Po mirë tani, çfarë pyetje është kjo? Sepse unë besoj që kjo pyetje përgjigjen e ka brenda. Si mundet ne të bëjmë një projekt i cili është një projekt në një peizazh natyror dhe të mos respektojmë standardet e Bashkimit Evropian. Si bëhet kjo? Kjo ka një mundësi të bëhet, po, që ne të mbyllim procesin me Bashkimin Evropian, të themi faleminderit shumë, ne do shkojmë me Kinën, edhe nuk do merremi me këto në thonjza cicmisët tuaja, por ne nuk e kemi këtë
alternativ, e kam thënë dhe përsëris. Dhe ja them këtë të gjitha atyre që hera herës thonë që na duhet Europa plak, që na duhet Europa, është ajo fjala tjetër, e dini ju, e tjerë, që ajo Europa plak është e vetmja që na duhet ne. Të vendosh për një alternativ ndaj asaj Europe, duhet pranosh që ka një alternativ ndaj lirisë individuale, duhet pranosh që ka një alternativ ndaj sundimit ligjit, dhe duhet pranosh që ka një alternativ ndaj bashkimit që bën fuqinë. Unë nuk mendoj që këto alternativa ekzistojnë. Dhe natyrisht që për të bërë pjesë e kësaj familje, duhet të sillemi korrekt sipas standardet të asaj familje, jo për ata, po për ne. Presidenti ka qenë kryeministri më i suksesshëm i Portugalisë mbas luftës së dytë botërore. Dhe është njeriu që mund t'ju tregoj shembuj pafund se si gjithë ato tensione dhe gjithë ato dhimbjet që krijoi procesi i futjes në Bashkimin Evropian për të reformuar vetveten, u kthyen në mirësi dhe në sukses për atë popull. Por natyrisht që ne duhet të ecim dhe ne këtu bëjmë dhe Ramazan, se këta në Portugali nuk bëjnë as Ramazan. Ne kemi gjithandej atë thirrjen pas dhimbjes vjen lehtësimi. Apo jo. Kështu që pa dhimbje nuk ka. Do t'i bëjmë këto gjëra. Kurse projekti jo vetëm që do jetë në standarde europiane, ambicia ime është dhe ambicia që unë ndaj me bashk investitorët që janë aktorisht dhe bashkëpronarë sot atje që t'jemi shumë të qartë, është që ne të bëjmë një projekt që t'jetë model, që t'jetë një nivel edhe më i lartë se sa Costa Navarino, sepse kemi që atë mësojmë prej tyre, janë disa laguna në Francë, që janë me të njëjtat karakteristika si laguna atje. Dhe janë destinacione turistike të nivelit më të lartë. Dhe kanë komunitetet më të pasura të Francës, rreth tyre. Për shkak të tyre. Patjetër që ka pasur edhe eksperimente ose projekte që kanë sjell dëme. Nuk po përmend vendet Bashkimit Evropian. Janë të gjitha në dosjen e studimeve që po bëhen. Sepse në një lagun X në një vend tjetër, jo në Francë, ka ndodhur një sër pasojash shumë të rënda për biodiversitetin. Kështu që arkitekt nga më të mirë të botës, inxhinier nga më të mirë të botës, të hidro, të mjedisit, të gjithë spektrit të problemeve nuk mundet do të mblidhen gjithë bashkë, së bashku me ata investitorë, dhe kompania Power Holding që ja u kam dhënë si adres, është kompania që ka bërë rezozhet më luksoze në Maldive dhe në vende shumë të brishta, nuk janë mbledhur që të vinë këtu të hedhin beton edhe të shkatrojnë biodiversitetin. E vetmja gjë që mund të bëjnë, po që këtë nuk kemi se si ta shmangim, është që të shkatrojnë nervat dhe të shkatrojnë komplet imazhin e Sazangurit me shok. Po këtë nuk kemi se si e shmangim do. Se lek për Sazangurin ata nuk kanë, që t'jemi të qartë. Përshëndetje, Ergyz Gjençe, News 24. Zoti President, si kundër ju tha dhe kryeministri, por edhe si kundër po e dëgjoni, kjo e zvërnecit është një hot topic i ditëve të fundit në Shqipëri. Ndaj, dua t'ju pyes, sa e rëndësishme është transparenca për investimet strategjike në një vend kandidat për antar në Bashkimin Evropian, dhe a mund të ndikoj situata e fundit në Zvërnec, përsa i përket pronave, sidomos në kuptimin e zbatimit e ligjit, sundimit e ligjit, në procesin integrimit Evropian të Shqipërisë. Faleminderit. Well,
As you know, in the accession process, Si që dini, në procesin e antarësimit, ajo që pritet është që Shqipëria të jetë në përputhje të plot me legjislacionin e Bashkimit Evropian për të gjitha fushat përfshirë edhe mjedisin. Pra, nuk është se unë mund të flas për ndonjë projekt të veçantë apo specifik, por Komisioni Evropian, të jeni të sigurt, është në kontakt me autoritetet shqiptare, po dëgjon shoqërinë civile dhe në rast se do të ketë arsye për të komentuar, Komisioni Evropian do të komentojë. Ky është procesi normal i punës tonë, sepse nuk është puna vetëm për të përkthyer në gjuhën shqipe legjislacionin e Bashkimit Evropian, por është vënia në zbatim e legjislacionit evropian në Shqipëri, në lidhje me mjedisin e me të gjitha fushat e tjera dhe kapitujt. Kjo është mënyra normale. Për transparencën. Transparencën për një proces apo një projekt e kemi detyrë të përbashkët ne, i dashur. E ka detyrë qeveria ta bëj, e keni detyrë ju ta bëni. Ky është një projekt privat, për të cilin nuk ka projekt akoma, i cili ka nisur mbi bazën e një marrëdhënie private mes entitetesh private dhe marrëdhënie private mes entitetesh private dhe kontrata private në Shqipëri bëhen shumë. Dhe privatët nuk janë të detyruar të japin llogari as mua, as ju, kur shkojnë negociojnë për të blerë një tokë, apo kur fillojnë të punojnë për një projekt. Transparenca fillon kur projekti futet në fazën për të miratuar. Dhe pasi miratohet, kështu që përsa i takon qeverisë, ju nuk keni absolutisht asnjë transparencë për të kërkuar lidhur me këtë projekt, sepse nuk kemi projekt, kemi proces të brendshëm ndërveprimi institucional mes të interesuarve dhe strukturave tona që siç bëjnë me të gjithë zhvilluesit e kësaj republike kanë bërë dhe me këta zhvillues, duke vendosur kushte, standarde etj. etj. Çfarë transparence duhet bëjë qeveria në këtë rast? Ju po, juve keni plotësisht të drejtë që të pyesni dhe të merrni përgjigje. Dhe jo t'i thoni publikut gjysmë vërteta që janë gënjeshtrat më të mëdha, jo të hidhni hije dhe balt mbi investitorë që të gjitha ata që na luftojnë ne këtu, jo të gjitha ata që na luftojnë, po disa nga ata që luftojnë kundër kësaj, do donin t'i kishin për vete. Dhe ja u thash dje, Porto of Montenegro që bëri fatin e Malit Zi, do ndërtoj këtu, do ishte Porto of Durazzo. Investitori kanades ka qenë këtu, i ka rënë këtyre dyerve dhe ka ikur sepse nuk ka gjetur dashamirësi, po ka gjetur berber me gëshër në dorë për të prerë biletat. Dhe shkoj e ndërtoj atje. Kështu që mikpritja ndaj investitorëve duhet të jetë fiksim i jo imi vetëm, po juaj dhe i çdo kujt, sepse ata janë si thosh preja në thonjza për cilën luftojnë të gjitha vendet. Si të marrin më shumë investitor, si të krijojmë më shumë klimë. Klima e biznesit është problemi kryesor që kanë gjithë vendet. Si u bë ka kjo punë me balt, edhe me hile, dhe me pabesira, edhe me gënjeshtra? Nuk bë. Kështu që për transparencën në raport me ju, pyesni dhe do merrni përgjigje. Ti the investime strategjike, nuk është investim strategjik, s'ka bërë kërkesë për të bërë investim strategjik akoma, mund ta bëjnë, nuk ka bërë asnjë kërkesë për të bërë investim strategjik. E di pse? Sepse mbas ata nuk kanë nevojë fare për këto incentivat tona. Do sjedhin 4 miliard euro në Shqipëri, i dashur. Me ato 4 miliard euro
do bëhet një Shqipëri më e mirë. Dhe edhe pronari yt do të deklaroj pastaj rrogën që t'jep ty dhe rrogën që jep tjerëve, mbase. Kështu që shikoni këtë gjë pak më gjerë, transparencën ta bëjmë të plot për sa na takon. Dhe mbi të gjitha, kjo nuk erdhi sot. Kjo ka 2 vjet që është publikuar. Dhe unë e kam thënë më shumë se sa një herë, Sazani është një projekt që lidhet me një tokë publike. Dhe aty, ne kemi si shtet detyrat tona. Ky është projekt privat. Kur të vi tek ne për të marrë miratimin si gjithë tjerët, to bëhet publik dhe unë ditë them vetëm kaq. Nëse ne do ta realizojmë ashtu siç unë besoj do ta realizojmë, të gjithë juve do jeni shumë krenar si shqiptar kur të thoni që Shqipëria ka një nga destinacionet më spektakolare të të gjithë mesdheut. Dakord? Kjo është ambicia. Shumë faleminderit. Dhe sorry, Mr. President, for the hot topic, but what is hot is okay. Për temën e nxehtë, por çfarë është e nxehtë është e nxehtë.